Gati rikthimi i shkollës aviacionit në qytetin e Vlorës, lajmi i konfirmuar një ditë më parë edhe nga ministri i mbrojtjes Pirovëngu, i cili ka bërë me dije se financimi i këtij projekti do të realizohet nga projekt buxheti i vitit të ardhshëm së bashku me një kompani izraelite. Sipas ministrit Vëngu, fillimisht në shkollën e aviacionit që do të ringrihet në qytetin e Vlorës bëhet fjalë për 30 pilot helikopterësh dhe 50 kontrollor ajror, të cilët pritet ta përfundojnë deri në vitin 2030. Ndërkohë, do të nisë edhe struktura e nevojshme për zbatimin e projektit, për akomodimin e pilotëve, por edhe të helikopterëve të cilët do të shërbejnë për stërvitjen e tyre. Gati rihapja e shkollës së aviacionit në Vlorë. Një lajm i tillë u konfirmua një ditë më parë edhe nga ministri i mbrojtjes Pirovëngu, ndërsa shkolla do të rihapet në të njëjtin vend ku ka ekzistuar shumë vite më parë, e duke nxjerrë gjenerata pilotësh. Shkolla e aviacionit në Vlorë do të funksionojë fillimisht duke nxjerrë 30 pilotët e parë për helikopter dhe 50 kontrollor ajror, ndërsa është parashikuar për të futur si një investim edhe nga projekt buxheti i vitit të ardhshëm. Po ashtu do të realizohet në bashkëpunim edhe me një kompani izraelite. Pritet që shumë shpejt të nisë edhe zbatimi i projektit fillimisht edhe për infrastrukturën e nevojshme, si për akomodimin e pilotëve apo edhe kontrollorëve të rinj, por edhe vendin se ku do të vendosen helikopterët që do të shërbejnë për stërvitje. Shkolla e aviacionit pritet të rikthehet sërish pikërisht në qytetin e Vlorës, aty ku edhe pati zanafillën e saj, për të nxjerrë me dhjetra e qindra pilot, si dhe efektiv të aviacionit në vend.